Përshëndetje të nderuar shikues, ky është edicioni qendror I lajmeve në Radio Televizionin 21. Kuvendi I Kosovës do të mblidhet të dielën në një seancë jashtëzakonshme me të vetëm pikë të rendit të ditës për votimin për qeverinë e Kosovës. I mandatuari për kryeministër Albin Kurti kërkon votën e deputetëve në fund të afatit ligjor prej 15 ditësh. Kryetari I Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti si fituesi I zgjedhjeve të 9 shkurtit ka marrë mandatin nga presidentja Vjosa Osmani për formimin e qeverisë së re. Kurti u mandatua nga Osmani me 11 tetor dhe afati I fundit për ta paraqitur përpara kuvendit për bërjen e re qeveritare dhe të kërkojë mbështetje për të është e diela e 26 tetorit. Lëvizja Vetëvendosje ka 48 deputet nga 120 ulse sa ka kuvendi dhe ajo prej kohësh ka refuzuar bashkëpunim për formimin e qeverisë me Partinë Demokratike të Kosovës dhe Listën Serbe. Partia e dytë më e madhe në kuvend, PDK, ka 24 ulse, ndërsa LDK-ja 20 deputet, AK dhe Nisma së bashku kanë 8 ulse në kuvend. Komuniteti serb ka 10 vende të garantuara në kuvendin e Kosovës, 9 prej të cilave I fitoi Lista Serbe, ndërsa një vend e fitoi Nenad Drashić nga Partia për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë. Ky I fundit u zgjodh në kryetari I kuvendit me një votim që përfundoi në gjykatën kushtetuese pas ankesës së Listës Serbe. 10 vende të tjera parlamentare janë të rezervuara për komunitetet e tjera minoritare. Në rast se Vetëvendosje nuk arrin që të dielën të I mbledh 61 vota, presidentja Osmani ka detyrën që brenda 10 ditë të I ftojë partitë për konsultime dhe të vendosë për mandatarin që ka shansat më të mëdha për të formuar qeverinë e re. Nëse as pas përpjekjes së dytë qeveria nuk mund të formohet, presidentja Osmani sipas kushtetutës duhet të shpallë zgjedhjet e reja që duhet të mbahen brenda 40 ditësh. Lëvizja Vetëvendosje thotë se po I bën përpjekjet e fundit për sigurimin e votave të nevojshme për formimin e qeverisë së re, megjithse zyrtarët e saj kanë shprehur pak optimizëm se I kanë votat. 2 ditë përpara përfundimit të afatit kushtetues për formimin e qeverisë, zyrtarë nga Lëvizja Vetëvendosje kanë thënë se ende nuk I kanë siguruar votat për qeverinë Kurti 3. Kryetari I zgjedhur I komunës së Podujeves nga ky subjekt politik Shpejtim Bulliqi, në një intervistë ekskluzive për Radio Televizionin 21, tha se I duhet ndihma e partive të tjera politike dhe se preferon koalicion LVV-LDK. Ka përpjekje maksimale për me mujt me zgjedhë këtë problem, po tash ju e dini që ne nuk I kemi numrat e mjaftueshëm dhe sigurisht që na nevojitet ndihma e subjekte të tjera politike. Unë kam thënë edhe dikun tjetër që për të qenë një qeveri stabile dhe për të kaluar edhe sfidën e fillim vitit tash, me zgjedhjen e presidentit ose presidentes që ndodh, do të ishte shumë e lëvërdishme të kemi një qeveri e cila do të ishte përpër nga Lëvizja Vetëvendosje edhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Në LDK I kanë thënë televizionit tonë se nuk kanë planuar ftesë për takim nga Vetëvendosje, por edhe nëse do të kenë një të tillë, nuk pranojnë të përfshihen në një koalicion për formimin e qeverisë Kurti 3. Nënkryetari I LDK-s Lutfi Aziri në emisionin Klik të Radio Televizionit 21 tha se LDK-ja nuk është truezë suedeze. LDK nuk mund të bëjë tavolinë suedeze, kush sot me nxjerrë me mor vota për atë sa I pëlqen dhe atë sa I duhen. Kjo është mbyllur. Mosbesimi politik është më I madh se mundësia e bashkëpunimit. Kryetari I zgjedhur I Podujeves nga Vetëvendosje Shpejtim Bulliqi nuk ka preferuar të komentojë deklaratat e zyrtarëve të LDK-s, sidomos të Lumir Abdigjikut, për të cilin thotë se as nuk e ka dëgjuar çfarë ka thënë. Që tash unë nuk kisha dashme me komentuar deklaratat e Abdigjikut, sepse s'kam pasur rastin edhe t'i dëgjoj çka ka thonë. Sidoqoftë unë mendoj që interesi qytetar ka qenë kjo, por është më së normale që të jashkën nuk mund ta detyrosh me zor që të futet ose bëhet pjesë e qeverisë. Nga PDK-ja kanë thënë se nuk kanë pranuar ftesë për takim nga Vetëvendosje, por kanë thënë se nuk pranojnë të përfshihen në një qeveri Kurti 3. Edhe në AAK konfirmuan për televizionin tonë se nuk kanë pranuar ftesë nga Vetëvendosje, por as nga ky subjekt politik nuk pranojnë që të përfshihen në një qeveri me Vetëvendosjen. Në pritje të një takimi të paralajmëruar midis Albin Kurtit dhe Fatmir Limaj të
nismes, nga të dy subjektet politike nuk kanë konfirmuar nëse një takim i tillë do të mbahet këtë ditë. Por nga ajo që ka raportuar Radio Televizioni 21, sipas burimeve brenda dy subjekteve politike, takimi mund të ndodhë, por nisma do të marrë qëndrimin e saj përfundimtar nëse do të përfshihet apo jo në qeverinë Kurti, pasi ky i fundit ta paraqes ofertën e tij në tryezën e takimit. Profesori i shkencave politike Basri Muja është skeptik se mund të arrihet shumica parlamentare për formimin e qeverisë deri te dielën. Kjo për shkak, siç thotë, nuk ka një përpjekje serioze nga Kurti për të gjetur partner të koalicionit. Prej fillimit unë kam qenë skeptik që ky konstelacion i deputetëve në Parlamentin e Kosovës do të jetë në gjendje me kriju shumica stabile të cilat do të mundsonin formimin e qeverisë. Pas nominimit të zotit Kurti nuk kam pa ndonjë aktivitet serioz në gjetjen e partnerëve eventual të koalicionit. Por profesori Muja thotë se edhe tek partitë e ish opozitës nuk ka gatishmëri për të krijuar shumicën. Prandaj thotë se nuk mund të ketë qeveri stabile me këto qëndrime të subjekteve politike parlamentare shqiptare. Teorikisht kish mujt edhe ajo me kriju një shumicë, edhe të ata nuk kam pa ndonjë gatishmëri nëse mund të thënë një seriozitet me qëllim të krijimit të një shumice të mjaftueshme. Kuvendi ka thirrë seancë për zgjedhjen e qeverisë së re të dielën nga ora 10. Burimet e Radio Televizionit 21 marrin vesh se kryetari i LDK-s Lumera Bigjiku dhe ai nismës socialdemokrate Fatmir Limaj kanë planifikuar të zhvillojnë një takim gjatë ditës së sotme. Takimi mes tyre pritet të ndodhë në njërin nga lokalet e kryeqytetit, por deri më tash kjo nuk është konfirmuar zyrtarisht as nga LDK-ja e as nga nisma socialdemokrate. Lëvizja Vetëvendosje ka thënë se nuk ka vija të kuqe për bashkëpunim në nivel lokal me asnjë nga partitë politike, madje as me PDK-n, mbështetjen e të cilës e pret sidomos në balotazhin në Prishtinë. PDK-ja dhe AK-ja nuk dhanë ndonjë qëndrim sa i përket kësaj çështje, ndërsa LDK-ja e bëri të qartë se lëvizjen Vetëvendosje nuk e shes si partner në periudhën e balotazhit, teksa me partitë e tjera nuk ka vija të kuqe. Në kohën kur kanë mbetur pothuajse edhe 2 javë nga dita e zhvillimit të rundit të dytë të zgjedhjeve lokale, partitë politike kanë nisur të shfaqin qëndrimet e tyre për bashkëpunim me njëra tjetrën sipas rezultateve që kanë në komuna. Ndryshe nga niveli qendror, lëvizja Vetëvendosje thotë se në nivel lokal është e gatshme për bashkëpunim me secilën parti politike. Deputeti i LVV-s Mefail Bajqinovci tha se sidomos në Prishtinë presin përkrahjen nga partitë që nuk janë në balotazh, përfshirë edhe PDK-n. Ne në nivelin lokal nuk kemi vija të kuqe për askënd, unë po flas sidomos për Prishtinë, ku jemi në balotazh dhe besoj fuqishëm që ne do të fitojmë zgjedhjet në Prishtinë dhe presim normalisht edhe për krahjen e pjesës tjetër të qytetarëve të cilët nuk kanë votuar apo kanë votuar edhe për parti tjera më të vogla. Unë besoj shumë që partitë e vogla të cilat nuk e kanë kaluar, nuk kanë mbrit të futen në balotazh, ta përkrajnë lëvizjen Vetëvendosje sepse ka nevojë për ndryshim. Ju e dini që kryeqyteti sot është në kollaps total. Do të thotë presni përkrahje edhe nga PDK-ja? Nga të gjitha partitë të cilat nuk janë futur në balotazh në Prishtinë. Nga të gjitha. Në PDK ndërkaq nuk bën të ditur nëse do ta përkrahin LVV-n në komunat ku PDK-ja nuk është në balotazh e as nëse kanë vija të kuqe apo preferenca të bashkëpunimit me ndonjë parti tjetër në komunat ku kjo parti garon në rundin e dytë. Ndërsa LDK-ja e bëri të qartë se lëvizjen Vetëvendosje nuk e shes si partner në periudhën e balotazhit. Teksa me partitë e tjera, deputeti Krenar Xhaferi tha se partia e tij nuk ka vija të kuqe të bashkëpunimit. LDK-ja është angazhuar të ketë fillimisht marrëveshje me qytetarët dhe pastaj me partitë politike të tjera të cilat nuk janë ngjarë. Ende ne nuk kemi dalë me qëndrime të qarta për krejt komunat. Unë thash edhe një herë, fokusi kryesor është që në komunat ku jemi të dalim fitimtar. Dhe kjo normalisht që
Në këtë pjesë ndran strategjin tonë, sepse këtë kundërshtarin kryesore kemi lëvizjen vetëvendosje dhe normalisht që me ta nuk shohim partneritet në periudhën e balotazhit. Realisht vijat kuqe për të tjerat nuk mund të kemi. Lidhur me çështjen e balotazhit, Radio Televizioni 21 kontaktoi edhe me përfaqësues të AAK-s, por të njëjtit nuk ishin të qasshëm. Deri më tani, sipas rezultateve jo përfundimtare, rundi i dytë i zgjedhjeve do të zhvillohet në 18 komuna. Në bazë të rezultateve të deri tashme, LVV-ja është në balotazh në 12 komuna, PDK-ja në 6 komuna, LDK-ja në 9 komuna e AAK-ja në 5 komuna. Në Prishtinë, sipas rezultateve preliminare, në balotazh janë LDK LVV, Mitrovic e Jugut LVV PDK, Obiliq LDK LVV, Pej LDK LVV, Klin AAK PDK, Fush Kosov LVV LDK, Gjilan LVV LDK, Viti LDK LVV, Kaçanek PDK LVV, Suharek AAK LDK, Prizren PDK LVV, Gjakov AAK LVV, Jonik LDK AAK, Rahovec AAK LVV, Dragash LDK PDK, Vushtri PDK LVV, Klokot Srpska Lista, Srpska Narodna Sloga, Mamush Kosova Demokratik Turk Partisi dhe Mamusha Halk Hareketi. Rundi i dytë i zgjedhjeve lokale do të mbahet më 9 nëntor, derisa ende nuk dihet se kur do të shpallen rezultatet përfundimtare të rundit të parë. Fushata zgjedhore për rundin e dytë të zgjedhjeve lokale të 9 nëntorit do të jetë 7 ditë. Fushata do të fillojë më datën 3 nëntor dhe do të përfundojë në orën 6:59 minuta më 9 nëntor. Antari i KQZ-s Arianit Elshani, i cili kryeson Këshillin për operacione zgjedhore, tha se për raundin e dytë të zgjedhjeve lokale të 9 nëntorit e drejt vote do të kenë edhe ata që mbushin 18 vjet deri më 9 nëntor. Fushata zyrtarisht do të jetë 7 ditë, pra do të fillojë me datën 3 nëntor dhe do të mbarojë në ditën e zgjedhjeve në ora 6:59, ashtu siç është përcaktuar me ligjin për zgjedhjet e përgjithshme. Për listën votuese jashtë vendit, pra të njëjtit votues që janë regjistruar në fillim do të kenë të drejtën për të votuar në raundin e dytë të zgjedhjeve në ato komuna. Pra nuk do të ketë mundësi shtesë për regjistrim, sepse kështu është normuar dhe rregulluar në legjislacionin tonë sekondar. Në mbledhjen e sotme, antarët e KQZ-s ngritën shqetësimin edhe për vonesat e mundshme në shpalljen e rezultateve përfundimtare të raundit të parë të zgjedhjeve lokale që ishin me 12 tetor. Jo vetëm ditët, po dhe orët edhe minutat janë të rëndësishme sidomos për komunat në të cilat dihet tashmë që jo dhe shkojnë në balotazh, shkojnë në rund dytë dhe sa më herët që ne i përfundojmë procedurat tona, shpallim rezultatet përfundimtare, rrjedhin afate tjera dhe më herët mund të fillojnë ato komuna dhe përgatitjet pastaj. Kërkesë të njëjtë adresoi edhe antari i KQZ-s nga radhët të PDK-s, Arianit Elshani. Madje ai kërkoi një raport nga sekretariati se në cilat komuna ka ankesa dhe në cilat jo, në mënyrë që të vazhdohet me shpalljen e rezultateve në komuna të caktuara. Një tabel, një raport për secilën komunë veç me pa se ku kemi ankesa dhe ku nuk kemi ankesa, që t'i hapet rrugë, që t'i shpallës rezultatet përfundimtare. Mos presim për një komunë që mund t'jetë e vogël, apo për dikun që mund të me pas shumë ankesa, e për disa të tjera që nuk ka hiç, me pritë dhe me shtynë këtë rast të shpallën e rezultatet përfundimtare. Shpallje të rezultateve përfundimtare edhe në formë të pjesshme kërkoi edhe antari i KQZ-s nga radhët e AAK-s Muharrem Nitaj. Shpalljen të pjesshme rezultateve përfundimtare aty ku është e mundur. E për këto kryetari i KQZ-s Kreshnik Radoniqi tha se do të komunikojë me PZAP-n dhe Gjykatën Supreme në lidhje me ankesat për zgjedhjet e 12 tetorit dhe në bazë të kësaj mund t'i shpallin rezultatet përfundimtare gjatë këtij vikendi. Ka shumë ankesa edhe duhet me ndatë ku ka ankesa për kryetar komunave, ku ka ankesa vetëm për kuvende komunale. Pak është problematike për sot, po unë po bëj përpjekje me komuniku me PZAP-n edhe Gjykatën Supreme, por ndoshta gjatë vikendit, nëse marrim tani përgjigje. KQZ miratoi edhe rekomandimet që rezultatet e rinumrimit të 16 kutive të votimit nga 12 vend votime të përfshihen në rezultatet përfundimtare.
Deputeti LDK-s Armend Zemaj është përfshirë në një incident fizik me një qytetar. Rasti ka ndodhur gjatë një interviste me gazetarin Asrit Gashi, i cili ka bërë të ditur se për incidentin është lajmëruar edhe policia e Kosovës, që ka marrë pamjet e xhiruara nga kamera, ndërka që Zemaj ka kërkuar falje. Ai ka thënë se reagimi që ka bërë nuk ja përfaqëson bindjet personale e as parimet si deputet. Sot, gjatë një interviste publike, ndodhi një situatë pak këndshme. Një qytetar më ofendoi dhe më provokoi verbalisht me fjalë të papranueshme. Në atë moment reagova në mënyrë të vetëmbrojtjes në afekt, gjë e cila nuk përfaqëson as bindjet e mia personale e as parimet që unë përfaqësoj si deputet. Dhe si anëtar i Lidhjes Demokratike të Kosovës ka shkruar Zemaj në këtë postim ku ka kërkuar falje publike, duke shtuar se rasti duhet të shërbejë si mësim. Policia e Kosovës ka bërë të ditur se palët e përfshira në incident janë intervistuar. Në gjykatën themelore në Prishtinë ka dështuar seanca gjyqësore ndaj ish policëve serb Zoran Kostić dhe Dragan Milović të akuzuar për krime lufte, pasi mbrojtja kundërshtoi dëgjimin e dëshmitarit, duke pretenduar se deklaratën në gjuhën serbe e morën vetëm pak para fillimit të seancës. Në seancën e sotme gjyqësore ndaj dy ish policëve serb të akuzuar për krime lufte ishte parapar të dëgjohej dëshmitari prokurorisë Naim Haliti, por vazhdimin e dëgjimit të dëshmitarit në këtë seancë e kundërshtoi mbrojtja të akuzuarit Zoran Kostić. Me arsyetimin se deklaratën e këtij dëshmitari në gjuhën serbe e kanë pranuar vetëm 10 minuta para se të nisë seanca. Mbrojtësi të akuzuarit Zoran Kostić, avokati Predrag Miloković, u shpreh se nuk janë të gatshëm për të vazhduar këtë seancë. Jo, nuk jemi gati, sepse ne tek tani e kemi pranuar deklaratën e dëshmitarit të përkthyer para 10 minutash dhe konsiderojmë që na nevojitet kohë ta shqyrtojmë këtë deklaratë. Më vjen keq që kemi humbur 20 ditë nga seanca e kaluar, por mbrojtja nuk mund të pranojë që kjo të vazhdojë. Edhe kryetari i trupit gjykues Lutfi Shala tha se edhe gjykata sot e ka pranuar deklaratën e dëshmitarit Naim Haliti të përkthyer në gjuhën serbe. Zapisnik je poslata izjava je poslata na e-mail. Nuk është dërguar në e-mail gjykatës. Nije poslata na e-mail suda, izvini. Na kemi pas kërkesën në e-mail që të dërgojmë deklaratën, nuk e kemi pas. Një grabitje e armatosur ka ndodhur mëngjesin e sotëm në autostradën Ibrahim Rugova, përkatësisht në fshatin Duhel. Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Prizrenit, Shaqet Bytyqi, i cili theksoi se një shofer i moshës 44 vjeçare i një automjeti të postës private është sulmuar në dalje të autostradës në Suharek. Sipas Bytyqit, të dyshuarit në kërcënim dhe me forcë i kanë marrë disa zarfe të mbyllura që dyshohet se përmbanin para. Viktima nuk ka lëndime dhe nuk e di shumën e saktë të parave të grabitura, pasi zarfet kanë qenë të mbyllura, thekson Bytyqi. Ai potencon se policia ka reaguar me njëherë dhe është duke u marrë intensivisht me rastin. Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës ka shtyrë deri më 15 janar të vitit 2026 zbatimin e ligjit për automjete dhe ligjin për të huajt. Ministria e Brendshme tha se nga 1 nëntori deri më 15 janar do të zhvillojë një fushat informuese për të gjithë qytetarët e Kosovës dhe të huajt që kanë qëndrim të përkohshëm dhe të përhershëm në Kosovë. Fokusi i veçantë kësaj fushate do të jetë informimi i qytetarëve për kushtet e pjesëmarrjes në trafik në territorin e Kosovës, veçanërisht për automjetet e regjistruara në vendin e huaj dhe çështjet që ndërlidhen me zbatimin e dispozitave ligjore për automjetet. Fushata gjithashtu do të ofrojë udhëzime praktike për hyrjen, lëvizjen, qëndrimin dhe punësimin e shtetasve të huaj në Kosovë, tha në njoftim. Masa e re për trafik prek pjesëtarët e komunitetit serb që kanë vendbanim në Kosovë sipas sistemit serb, por që ngasin makina me targa të qyteteve të Serbisë duke përdorur autorizim.
Në këtë autorizim gjenden të dhënat e kartës së identitetit të shoferit, të cilën e lëshojnë organet e Serbisë për qytetet në Kosovë, por që Prishtina zyrtare nuk i njeh. Raste të tilla ka në përmjediset me shumicë serbe, si në veri ashtu edhe në jug të lumit Ibër. Përveç masave që lidhen me qarkullimin e automjeteve me targat huaja, policia e Kosovës njoftoi në shtator edhe për zbatimin e ligjit për të huajt sa i përket dokumenteve personale, që do të thotë se të gjithë ata që nuk kanë leje qëndrimi në Kosovë do duhet të aplikojnë për një të tillë. Autoritetet në Kosovë kanë publikuar një udhëzues që shpjegon procedurën e marrjes së lejes për qëndrim të shkurtër, të përkohshëm ose të përhershëm dhe kushdo që nuk aplikon për një leje të tillë dëbohet nga shteti. Në këtë kohë kur çmimet po rritën çdo ditë, më të goditurat janë familjet me asistencë sociale. Derisa Ministria e Financave ka njoftuar se nga ky muaj shuma e asistencës sociale do të rritet për 20% për të gjitha familjet përfituese të kësaj skeme. Ekspertët e fushës thonë se kjo rritje është e pamjaftueshme. Në një kohë kur çmimet po prekin majat dhe jeta po bëhet gjithnjë më e vështirë, më së shumti po preken ata që tashmë jetojnë në kufijtë e mbijetesës, familjet që mbështeten nga asistenca sociale. Derisa rritja prej 20% e asistencës sociale po vlerësohet si e pamjaftueshme, shumë familje vazhdojnë të përballen me mungesë të kushteve elementare të jetesës. Në fshatin Dukar, dera e shtëpisë Roza Lukës u hap për Radio Televizionin 21. Ajo tregon për vështirësitë që ka për ta mbyll muajin pasi kushtet e vështira ekonomike dhe çmimet e larta i kanë rënduar jetesën. E kam vështirë, po ç'kam me bë marr birë. Edhe unë kam qef me naj luksoze, me naj mire, me naj pastër, me naj tona, po ç'kam me bë. Ishtu si jam, mundohet me e majt. Ka me shku. Do është shumë ftoft. Është dimni i ashpërt. Ndërkohë, njohësi i çështjeve sociale, Vebi Mujku thotë se rritja prej 20% e asistencës sociale nuk është e mjaftueshme. Ne dim që në asistencë sociale kemi familje ku është një individ që merr 70 euro, po kemi edhe pastaj ato familje që rritën nga 20 euro dhe 10 euro. Dhe në qoftë se kjo përkthehet në vlera, atëherë antarit të familjes së vetëm ju është rrit diku rreth 14 euro, skema ndihme sociale. Por antarit të dytë ju është rrit vetëm 4 euro, kurse antarit të tretë dhe antarëve të tjerë vetëm nga 2 euro në muaj. Dhe mund të llogarisim që sa është ndihmë ose sa është kjo rritje dhe sa do të ndikojë në shportin e konsumit ose në mirëqenien e qytetarëve. Drejtoresha e mirëqenies sociale në komunën e Prishtinës, Adelin Sahiti, tha se numri përfituesve nga skema sociale ka pësuar një rënje të lehtë gjatë muajve të fundit. Aktualisht në kryeqytet kemi 756 familje që janë pjesë e skemës sociale, janë raste të cilat janë në Prishtinë, po fatmirësisht ne ku reflektojmë dhe shohim në këto 4 vite se sa është bërë dhe sa është punuar, rezulton që i kemi një numër tuajse të përgjysmuar të rasteve sociale, që i kemi aktualisht në databazat tona që figurojnë, sepse ne në 2021 vetëm kanë qenë rreth 500 raste, domethënë 1500 raste të skemës sociale dhe fatmirësisht sot kemi një rënje të këtij numri, gjë e cila sigurisht na gëzon. Për familje në asistencë sociale si ajo e Rozës, jeta mbetet e vështirë. Ajo varet nga një ndihmë që shpesh vonon dhe nga një sistem që ende nuk po arrin t'i ofrojë mbështetje të qëndrueshme atyre që kanë më së shumti nevojë. E kam bëj grimbaç, e kam punu koksh një atë e kam bëj. Në Deçan u mbajt dita e gështenjës, e cila ka mbledhur dhjetra vizitorë dhe prodhues vendor. U ekspozuan shumë produkte vendore duke krijuar një atmosferë të ngrohtë e mikpritëse. Në qendrën rinore Fetnete Ramosaj në Deçan, në ditën e gështenjes, përveç këtij fryti u ekspozuan edhe produkte të tjera vendore e punime dore tradicionale. Kryetari i komunës së Deçanit dhe Bashkim Ramosaj theksoi rëndësinë e këtij panajiri për të promovuar prodhimet lokale dhe për të mbështetur ekonominë familjare. Ai përmendi pjesëmarrjen e artistëve nga trevat shqiptare dhe diaspora, duke e bërë këtë një event veçantë kulturor. Është ditë e veçantë për shkak se përtej simbolikës që ne e kemi një falënderim për frutin e gështenjes sepse kanë dikur në ekonomitë tona familjare. Edhe jemi shkolluar dhe jemi vesh bath me ta, me këtë produkt. Pjesë e këtij festivali është edhe kolonia e artistëve që dikur ka qenë e famshme në Deçan dhe në edicionin e 7 ka artistë të ndryshëm të trevave shqiptare, mirë po që janë edhe prej Amerikës, edhe prej Gjermanisë, edhe prej Anglisë që vinë me na ndërru.
Një fjalë rasti mbajti dhe kryetari i AK-s Ramush Haradinaj. Ai falenderoi artistët dhe fermerët e Deçanit për kontributin e tyre, duke theksuar rëndësinë e traditës mikpritjes. Unë sot jam i kënaqur se na ka dashur me më të shumë, edhe vërtet po shihet që është një ditë e mirë, me porosit mira. Bojnë fermerët e Deçanit, që janë vërtet njerëz të vyshëm, që janë dur pune, e me cilat krenohemi, që ato dur e kanë majtë këtë popull në të në kohnat, edhe ato më të fështira, edhe nena kanë majtë në kohën e luftës për liri, me bukë, me këtë qka në më ka desh, po ashtu, e vërtet është gështenja e Deçanit, unë nuk menoj që ka si kjo në botë, është më e mira. Piktori Musa Prelvukaj e përshkroi ditën e gështenjave si një ngjarje madhështore, duke ndërlidhur atë me bukuritë natyrore dhe frymëzimin që qyteti ofron për artistët. Na u krijon kushtet me ngjyra, me pano, i shijon bukuritë natyrore të hapësirës së gjerë të Deçanit. Pra edhe bjeshtje e larta, por edhe në këstin, ne piktorëve, edhe letrarë, edhe muzikantë, edhe kushdo qoftë tjetër, jemi frymëzuar prej shumësisë e ngjyrave, ose si e quajmë ne koloritit të ngjyrave, që a thosë është një begatshmëri koloristike e fjalës edhe tingullit e tjera. I ftoj artistët të vinë në Deçan edhe atëherë kur nuk është kolonia, të marrin me vete edhe shumë njerëz tjerë, t'i shijojnë edhe t'ju tregojnë e t'i shijojnë këtë bukurinë natyrore. Prandaj është e madhërishtme vërtet dita e gështenjës në komunën e Deçanit. Deçani njihet për traditat e tij kulturore dhe bujqësore, ku festivalet të tilla synojnë të promovojnë prodhimet vendore dhe të mbajnë gjallë lidhjen e komunitetit me natyrën dhe kulturën lokale. Ky ishte festivali i 7 vjeshtor i produkteve vendore. Kalojmë tek zhvillimet në Maqedoninë e Veriut. Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti tha se procesi zgjedhor për zgjedhjet lokale ka kaluar në përgjithësi mirë me disa mangësi të vogla. Ai theksoi se ajo që i ka bërë më shumë përshtypje është, siç e quajti ai, sindromi i Gazimestanit, ku humbësi mundohet të paraqitet si fitues, duke ju referuar koalicionit Vlen. Aleanca Kombëtare në këto zgjedhje ka fituar 114.076 vota me gjithsej këshilltar 159. Shoqata e Gazimestanit Vlen ka fituar 91.829. Me gjithsej këshilltar 122. A është fitus 114.076 vota, apo 91.829 vota. A është fitues 159 mandate për këshilltar, apo 122 mandate. Përse të tërhiqe më të a i më të gjoni ju, a kini veja shaskini. Kush ka fituar? Humësi duhet tërhiqet, jo fitusi. A i du një dokumenta. Shkoni në KQZ, verifikoni, dhe nëse verifikuat për 25 vjetë një humbje të Ali Ahmetit, atëherë hajde një flasim. Po jo këta për ditë thonë nëse humbim edhe tërhiqemi, asë njësë është tërheq që ka humbë për 25 vjetë. Në 11 komuna ku Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve në Maqedoninë të Veriut rrëzoi ankesat për zgjedhjet e rundit të parë, palët do të ankohen në gjykatën administrative. Përndryshe, në 33 komuna mbyllet gara, ndërsa balotazh në fakt do të ketë në 36 komuna të tjera. Këtu e përfundojmë këtë edicion lajmesh, ndërkaq për informacionet më të fundit klikoni në adresën tonë rtv21.tv.